Lajmi i trisht. Regjisori, aktori dhe skenaristi i njohur shqiptar Leka Bungo është ndarë nga jeta duke lënë pas një boshllëk të madh në zemrat e familjarëve, por jo vetëm, dhe të miqtë e tij dhe të gjithë ata që e kanë njohur dhe dashur atë. Ai u shua në moshën 81 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në fushën e kinematografisë shqiptare dhe artit skenik. I njohur për kontributin e tij të pasur në kinematografi, teatr dhe edukim, Bungo ishte një figurë që me qetësinë dhe mençurinë që e karakterizonte, solli në skenë dhe ekran historitë e jetës shqiptare. Gjatë jetës së tij, Leka Bungo ka qenë gjithmonë një zë i matur, kritik dhe i përkushtuar. Nga karrierë e regjisorit tek auditorët e universiteteve, ai arriti që të shkruante me gërma të mëdha emrin e tij. Lajmin e trisht e kanë bërë me dije vetë familjarët e regjisorit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.